Mara Shkumbulla është prezantuar 2 ditë më parë se futbollisti më i ri Rayo Vallecano pasi ka finalizuar huazimin nga radhët e Romës të klubi spanjoll. Ajo që është bërë publike deri tani ishte se Rayo Vallecano kishte një opcion për blerjen në fund të sezonit të mbrojtësit të kombëtarit shqiptare dhe Fabrizio Romano ka publikuar detajet e kësaj marrëveshje mes klubeve. Sipas tij, klubi spanjoll mund të blejë Kumbullën për 2.5 milionë euro në fund të sezonit në Roma, ndërsa klubi italian do të zotrojë 10% të një shitje të mundshme të tij në të ardhmen. Kjo është një shifër shumë e ulët se ajo për të cilën Roma mbleu lojtarin nga Verona në vitin 2020. Në so kohë Roma shpenzoi në total 29.5 milionë euro për futbollistin, të cilin e huazoi fillimisht të pastaj e bleu në fund të kartonit të tij. Ai mbetet transferimi më i shtrenjtë të gjitha kohëve për një futbollist të kombëtarit shqiptar të futbollit. Simoni dhe lëm të mirën Gjermanisë në këtë sezon duke u larguar nga Kaiserslautern për të bërë pjesë e Luzernës në kampionatin zviceran. Pas një fillimi të vështirë, Simoni duket se po ambientohet me kampionatin vendas pasi në javën e tretë të tij në ndeshjen ndaj Senegalit ai ishte protagonist në barazimin 2-2. Simoni u quajt lojtari më i mirë i ndeshjes sipas vlerësimeve të SofaScore me notën 9.1 pas paraqitjes së tij. Kjo notë përveç të tjera i mundsoi portierit të talentuar 22 vjeçar që të bëhej pjesë e formacionit të kësaj jave në kampionatin zviceran të futbollit. Kapiteni i kombëtares, Berat Gjimshiti, i dha fund aventurës 10 vjeçare me Atalantën, teksa nëpërmjet një reagimi të gjatë në Instagram, ka prekur me fjalët e shkruara, duke falendëruar çdo bashkëdhëtar të këtij kapitulli fantastik në klubin italian. Lideri Kuqezi do të nisë tashmë një aventurë të re te Al Diriyah në Arabinë Saudite. Statusi i plotë i Gjimshitit. Arrita në Bergamo 10 vjet më parë, si një futbollist i ri, me një ëndër dhe një dëshirë të fortë për të vërtetuar vlerën time. Sot largohem, duke e ditur se ky vend më ka dhënë shumë më tepër se sa futbolli. U rrita këtu si lojtar, si burr dhe si baba. Familja ime u rrit këtu. Bergamo është bërë shtëpia ime dhe Atalanta është shumë më tepër se sa një ekip. Gjatë këtyre 10 viteve, kemi përjetuar fitore, humbje, net të paharrueshme dhe gola që ndoshta dikur vetëm një ndërronim. Por ajo që do të marrë me vete më shumë se çdo gjë tjetër, janë njerëzit. Shokët e mi të ekipit, trajnerët, i gjithë stafi, çdo person që punon për këtë klub, familja Perkasi, tifozët tanë dhe të gjithë njerëzit e Bergamos. Faleminderit për besimin tuaj, për mbështetjen tuaj, që luftuat për krah nesh dhe që më bët mua dhe familjen time të ndihemi pjesë e diçkaje të veçantë. Asgjë që kemi arritur nuk na është dhënë. E ndërtuam së bashku, me punë të palovur, sakrificë, disiplinë, zemër dhe atë mentalitet që e bashkon thellësisht Atalantën me qytetin e saj. Sot fillon një kapitull i ri, por ka vende nga të cilat nuk largohesh kurrë vërtet. Mund të largohesh nga një ekip, mund të largohesh nga një qytet, por ne mbajmë një shtëpi brenda vetes. Faleminderit për gjithçka, Bergamo. Faleminderit për gjithçka, Atalanta. Për gjithmonë në zemrat tona. Ernest Muçit i është shtuar simpatiat e tifozët e Trabzonsporit, pasi vendosi të dorëzonte numrin 10 për Mohamed Salah. Me sfushori me tipare sulmuese mori më pas numrin 7, duke na kthyer pas 30 vite për një nga historitë më të famshme të fanellave. Ishte David Beckham që shpërtheu në sezonin 1996-97, duke fituar simpatinë e të gjithëve të Manchester United. Asokore mbante numrin 10. Më pas u thirr nga trajneri Ferguson, i cili i komunikoi vendimin për sezonin e ri. Blerja e re e United, Teddy Sheringham, do të merrte numrin 10. Në anën tjetër, Beckham do të mbante numrin 7, i cili ishte lënë bosh nga Eric Cantona. Me Beckham u kthye në trend, ndërsa më pas e mori Cristiano Ronaldo pas largimit të legjendës së Anglisë. Kështu edhe u bë fanella epike e United. Muçi dje e mbajti për herë të parë veshur fanellën me numër 7 te Trabzonspori. Ndaj Gostepes në miqësore ja doli të asistonte. Mirto Uzuni,
ishte protagonist absolut i fitores 3-0 të Austin përballë Puebla në turneun Leagues Cup, që zhvillohet me skuadrave më të mira të MLS dhe atyre të kampionatit meksikan. Futbollisti i kuqezinjve shënoi të 3 golat e ndeshjes me realizime spektakolare, ku njëri ishte me goditje dënimi e një tjetër me një gjuajtje fluturimthi po aq të bukur. Fal kësaj paraqitje, Uzuni u vlerësua me notën shumë të lartë, 9.9 nga SofaScore, fal statistikave që kishte regjistruar gjatë ndeshjes, ndërsa u përzgjodh edhe në formacionin e javës së dytë të turneut në fjalë. Situata e Cristian Aslanit në radhët e Interit padyshim do të shqetësoj trajnerin e kombëtares shqiptare, Rolando Maran, dhe të gjithë tifozët kuqezinj. Por edhe në Itali, mosprania e tij në turneun e Interit në Azi ka krijuar shumë paqartësi rreth lojtarit. Edhe vete përditshmja sportive italiane, Gazzetta dello Sport, i ka kushtuar një artikull futbollistit me titullin Inter, ku ka përfunduar Aslani, ku qartëson disi situatën e tij. Pyetja është legjitime dhe her pas here lind. Ku ka përfunduar Cristian Aslani? Edhe ai është listuar si lojtar i tepërt, por ndryshe nga Fratesi dhe Pavard, lojtarët e tjerë të Interit në dalje, mesfushori i humbi turneun aziatik për shkak të një dëmtimi të pësuar gjatë kampit të parë stërvitor në Gjermani, por në përgjithësi, ai është jashtë projektit teknik të Kivus. Aslani qëndroi të stërvitej në Itali në pritje të një sistemimi. Duke ju bashkuar zikaltërve në vitin 2022, ai kur nuk arriti të imponohet si titular, edhe pse kishte zëvendësuar Çalhanoğlu në disa raste, veçanërisht kur turku u lëndua. Ish lojtari i Empurit, i bler për 14 milion euro, ka qenë në treg për disa muaj. Sezoni i kaluar ishte i vështirë, së pari në Torino me 15 paraqitje gjithsej deri në janar dhe më pas te Beşiktaş, ku shënoi 2 gola në 14 ndeshje gjatë 6 muajve të fundit. Aslani u rikthye në bazë, duke qenë i ndërgjegjshëm se do të duhej të largohej nga Piano Gentile. Në miqësoren e parë të sezonit, Kivu e vendosi atë në qendër të mbrojtjes. Kjo zgjidhje u diktua nga mungesat e ndryshme në atë pozicion, për shkak të Kupës së Botës dhe tregut të transferimeve. Është një tregues i qartë se ai ka qenë prej kohësh jashtë planeve për të ardhmen. Me fjalë të tjera, Aslani është i tepërt, po kërkon një sistemim të përshtatshëm, mundësisht të përhershëm. Çmimi është rreth 10-12 milion euro. Mund të jetë një transferim i ditëve të fundit të merkatos, shpjegohet në artikullin e gazetës italiane. Mirto Uzuni ka qenë protagonist absolut i fitores së Austin në Leagues Cup, turneun e përvitshëm që zhvillohet me skuadrave më të mira të MLS dhe kampionatit meksikan. Sulmuesi i kombëtares shqiptare ka shënuar 3 golat e fitores 3-0 të skuadrës së tij ndaj Puebla. Në turneun ku marrin pjesë 18 ekipet më të mira të secilit kampionat, dje luhej turi i dytë i ndeshjeve dhe Uzuni bëri protagonistin absolut të duelit që u zhvillua në stadiumin e skuadrës së tij. Sulmuesi i dha avantazhin skuadrës së tij që në minutën e 4 të takimit, fal një goditje dënimi të cilën ai e ekzekutoi në mënyrë perfekte. Vetëm 3 minuta më vonë erdhi goli i dytë, ku ai u shfaq si një gjahtar zone për të çuar sferën në rrjet me një depërtim në qendër. Më pas Uzuni plotsoi 3 golshin e tij në minutën e 33 të takimit, kur pas zhvillimit të një goditje këndi, shënoi me një gjuajtje spektakolare fluturimthi, duke vullosur që në pjesën e parë të ndeshjes fitoren 3-0 të Austin. Skuadra e Sionit triumfoi me rezultatin 3-2 ndaj Vaduzit, në ndeshjen e javës së tretë në Superligën e Zvicrës. Rrugën e rjetës për Sionin në këtë përballje e gjeti edhe futbollisti shqiptar i Kosovës, Donat Ruvani, i cili në minutën e 21, me një predhme të majtën, tundi rjetën e portierit Shafran, duke sjell barazimin e përkohshëm. Ky ishte goli i dytë i 27 vjeçarit në 3 ndeshjet e para të këtij sezoni të ri. Duket se Ruvani e ka nisur sezonin në mënyrën më të mirë të mundshme me skuadrën e Sionit, që në 3 ndeshje ka marrë 6 pikë. Fisnik Aslani ishte drejtuar për te Leipzig, ku akordi ishte arritur këtë javë. Klubi gjerman do t'i paguante Hoffenheimit plot 30 milion euro nëse Aslani do të kalonte testet mjekësore. Dështimi i transferimit ishte tronditës, për më tepër për faktin se u përmendën testet mjekësore. Bomberi i Kosovës ka postuar një foto përmes palestrës dhe në tekst shkruan: "Nuk do më ndaloni, premtoj." Aslani duket më i motivuar se kur. Më parë, për të janë interesuar po ashtu Dortmundi e Barcelona.
Bugjar Plana refuzoi të luajë me Lekia Gdansk në Poloni, ndërsa janë zhvilluar 3 javët e para të kampionatit në kategorinë e dytë. Tashmë, klubi ka planuar të ndërpresë bashkëpunimin, pavarësisht se Plana kishte edhe 2 vite të mbetura kontratë. Mbrojtësi i kombëtares shqiptare mori vendimin drastik pas rënies nga kategoria, ndërsa klubi dha dritën jeshile së fundmi. Vetë trajneri Vladislav Lupashko tregonte prapaskenat 2 javë më parë. Tekniku i Lekia Gdansk u shpreh se Plana refuzon të luajë. Ai mendonte se ka gjetur ekip të ri, apo se nuk është paguar dhe nuk planon të luajë në këto kushte. Për më tepër, shtoi se klubi dohet dënojë për sjelljen e tij. Plana ndërkohë është në gjendjen e duhur fizike. VP Sportove Fakti raportoi 2 ditë më parë fjalët e tjera të trajnerit, që shtonte se Plana ka oferta, dhe po ashtu sugjeronte klubin që t'i hapte rrugë largimit. Dje ishte gazetari Tomasz Galinski ndërkohë që u shpreh se ndërprerja e kontratës ishte me marrëveshje, ndërsa Plana tashmë është lojtar i lirë. Stavro Pilo ka firmosur kontratën e re me AEK-n e Athinës. Bëhet fjalë për një kontratë të vlefshme deri në vitin 2030. Pilo ishte risi për kombëtaren këtë vit. Trajneri Silvinho e ftoi për krahun e majtë të mbrojtjes, pikërisht në fazën play-off të botrorit. I lindur në Rodos, Pilo regjistron 2 paraqitje me fanellën kuqezi. Duke qenë se kishte edhe vetëm 1 vit të mbetur kontratë, kampionët e Greqisë u siguruan për të ardhmen. AEK e afronte Pilon në verën e vitit 2023. Tashmë besimi tek ai është i plot. Sezon i ri, probleme të vjetra. Kjo është sërish tabloja e sulmuesit të Shqipërisë, Armando Broja. Ndërsa Burnley luajti kundër Notts County për raundin e 1/64 në Kupën e Ligës Angleze, e njohur si Carabao Cup, emri i lojtarit të kombëtares nuk gjendet as gjëkundi, madje as në stolin e rezervave. E paqartë nëse ka të bëjë me zgjedhje teknike të trajnerit Hajen, apo ka shqetësime fizike për 24 vjeçarin, ndërsa nuk është mbyllur merkatoja e verës, emri i Armando Brojës qarkullon për të lëvizur nga Anglia, i lidhur me kalimin në Serie A. Në një prononcim të shkurtër për mediat, mbrojtësi i kombëtares Mario Mitaj ka folur për qasjen me Greqinë dhe lidhjen e ngushtë që gëzon me Adveun, Shqipërinë. Kam lindur në Afinë, por jam shqiptar. Fakti që kam lindur atje nuk më bën grek. E dua atë vend, për mundësitë që i dha familjes sime. Por e dua edhe më shumë Shqipërinë time. Jam patriot i Adveut tim. Kur shoh flamurin dhe flas shqip, ndjej një ndjenjë krenarie, ishin fjalët e Mitajt. Mbrojtësi 23 vjeçar, vetëm para disa ditësh është bashkuar me Genoa në Serie A. Aty do ku vazhdoi rritjen profesionale, pas aventurës te Al Ittihad.